Pasioni për pikturën dhe artin e ka shoqëruar që në fëmijëri Franci Kasimin, stilistin me origjinë nga Vlora, i cili prej vitesh ka ndërtuar karrierën e tij në qendra të rëndësishme të modës si Milano, Paris dhe Dubai. Pas një eksperiencë të gjatë profesionale në bashkëpunim me atelier dhe marka të njohura ndërkombëtare, Kasimi është rikthyer në qytetin e tij të lindjes, aty ku siç thotë dhe vet, morën jetë ëndrat dhe frymëzimet e para artistike. Ai tregon se rruga drejt suksesit nuk ka qenë e lehtë, por është ndërtuar me punë të vazhdueshme, përkushtim dhe dëshirën për të mësuar nga më të mirët e industrisë së modës. Përvoja e fituar jashtë vendit sipas tij do të shërbejë tashmë për të sjellë një frymë të re dhe më moderne në Vlorë. Unë mendoj që ka gjithmonë një kthim pas. Edhe do doja mund të zgjidhja çdo lloj vendi ta realizoja, idenë, artin, butikun, detajet artistike, por zgjodha një kthim pas sepse unë mendoj që çdo artist do të kthehet te rrënjët. Edhe rrënjët janë shumë simbolike për çdo njeri që do të krijojë ose do të frymëzojë. Është e bukur, është pasionante, do doja të ktheja pak art aty nga unë mora art. Deti, natyra, njerëzit, detajet, perëndimi, gjërat që shumë vende ku do të shkoj në çdo cet botës, unë mendoj se kjo gjë që ne kemi nuk është se e kanë. Çdo lloj bashkëpunim që unë kam pasur jam mirënjohës çdo njeriu, çdo lloj brendi, çdo lloj atelieri, çdo lloj fashion house-i, ndërkombëtarisht Milano, Paris, Dubai ose çdo vend që unë kam prekur, të rrisin të japin më shumë vetbesim të krijuarit, më shumë detaje të prezantuarit apo të bëjnë edhe më të fortë përballesh mes klientit, ngjyrave, artit etj. Mendoj që jam rritur mjaftueshëm për të krijuar këtë gjën, do thoni pse këtu, sepse unë mendoj që përballja me klientin mund të jetë automatikisht diçka aq sa e bukur, aq dhe me një frymë perëndimore. Dhe unë do doja të sjellja frymën perëndimore në këtë vendin tonë të vogël, por që ka shumë për të dhënë. Lindi vite më para, unë kam mbyllur shkollën artistike te shkolla e pikturës, lice artistik. Okej, atëherë se kam pas plan fare dizajnin, detajet, modën, kam dashur të bëj pikturën, ndryshoj me rrugën, ndryshoj që unë i futem botës televizionit pak a shumë, por në hije, nuk kam dashur kur të prezantohesha, mund të kem pas mundësinë e televizionit, ftesave, emisioneve, por zgjodha në hije sepse unë s'jam ai njeriu që do doja shumë prezantoja veten time. Ka lindur që i vogël, u ushtrua mes shumë prezantimesh personazhesh, si të famshëm, si jo të famshëm, si klient, si njerëz biznesmen të huaj ose biznesmene që duan ngrihen brenda e tyre. Unë kam qenë pjesë e shumë njerëzve të tillë. Lindi mendoj çdo gjë lind nga pasioni. Edhe mendoj pasioni të sjellë te biznesi, biznesi të çon diku tjetër. Kasimi shpreh se synimi i tij është të ndërthurë elegancën dhe standardet perëndimore me identitetin dhe kulturën shqiptare, duke krijuar veshje unike dhe të personalizuara. Ka pasur që në fillime edhe shumë personazhe televiziv që shikoni sot nëpër media kombëtare etj që mund të kenë hapur një derë por të kanë shtyrë për mos të vazhduar. Por unë mendoj që çdo njeri e gjen dritën kur do atë që do. Çdo gjë është një frymë mes elegancës, dritës dhe errësirës. Unë do doja të çdo njeri të lë pak gjurmë me arti. Okej, është biznes fund ditës, njerëzit duan gjërat që duan, gjërat që kanë parë, maturantët duan ato që çfarë shikojnë, por unë jam limituar si edhe elegancën me pak klasike, por edhe detajet që ju shkoni më pas dhe në prezantim, koleksion pas koleksioni do të vinë më ndryshe. Thjesht unë e vendosa kështu tak fak hapjen e kësaj gjës, mbas një kthimi nga Barcelona me miken time Olën, konsultova, thjesht bab dhe nuk është se pata shumë mundësi të krijuar sa unë kam krijuar për njerëzit nëpër botë. Do ta vazhdoj, është një nismë e bukur sepse unë këtu do jem pak unë vet, po jo më shumë unë, sepse automatikisht do t'ja pasoj motrës, duke qenë që ka talent me make-upin dhe do jetë një ndërlidhje mes meje dhe saj, por që në fund të ditës unë mendoj që çdo njeri të bëj atë që di të bëj më mirë. Ta sjelli arti në biznes, biznesin në art. Gjë që shumë brenda tjerë nuk e kanë, unë mendoj që është pak fare më plus për mua, është unë do kem përballje me klientin direkt nga dizajni në krijim. Edhe duke qenë që ata do ta shikojnë nga një skicë normale të realizuar në realitet, të marrat në masat e trupit, krijuarit në atelier, më punoj me atelier në Kosovë dhe jashtë Vlorës.
Gjithashtu këtu do bëjmë prova, do vi veshja, do kenë një përballje mes elegancës tu, do vinë ta shohin studion pak më ndryshe nga studiet e tjera. Do doja të sjellja një koncept artistik si në Paris. Janë frymëzuar në andej, po të shkoni në detaje rreth e rrotull. Unë nuk do doja të sillja një gjë që është klishe, e pamenduar. Okej, unë pata një muaj kohë, po më mos kem fjetur asnjë ditë të këtij muajit për ta sjellë të gjën siç e doja. Do të ketë një ndërlidhje mes motrës time Amardës, që ka pjesën e make-upit, do bëhet mes çdo lloj klienti, do ketë gjithashtu edhe një paketë, si për maturantët, si për njerëzit, si për gratë më të mëdha në moshë, etj. Këtu do gjenden edhe big size që mund ta quajmë, edhe do t'jetë një lloj gjë e bukur sepse nga duart e saj kalojnë po prapë te duart e mia, do jetë shumë gjak gjëja, shumë e rrjedhshme. Kjo gjë është e bukur, është menduar të vini një koncept brenda një studioje. Unë nuk u bëra në fund të ditës shumë nga njerëzit ose familja. Ata t'japin një rrugë të zgjedhin, por pastaj ti duhet dalësh në jetë. Unë do të jem mirënjohës shumë njerëzve, do të jem falendërues mikeshës tim Ola Gjokës, si e ka bërë shumë për mua dhe vazhdon të bëj, Lolës, Korabit, Klevios, Anit, shumë njerëz që unë sa do t'i përmend janë të shumt. Kanë dhënë Patrikut, domethënë janë disa njerëz që po të shkoni një detaj aty, unë kam shkruar klauzolën e jetës, që do ndizet ajo drita dhe këta njerëzit kanë qenë dritë për mua. Ka detaje, ka data, dhe çdo gjë unë mendoj jam bërë nga miqt. Pa ta unë s'do isha sot tu. Edhe do të jem mirënjohës dhe falenderoj çdo njeriu që ka dhënë një lloj hapi drejt rrugës time. Tashmë stilisti Vlonjat ka hapur studion e tij në Vlorë, ku çdo veshje realizohet duke nisur nga ideja dhe skica fillestare, për të vijuar më pas me përzgjedhjen e materialeve, qepjen dhe përfundimin e produktit final. Në këtë studio, klientët do të kenë mundësinë të ndjekin nga afër të gjithë procesin krijues, nga vizatimi i parë i dizajnit e deri tek realizimi plot i veshjes, duke sjellë kështu një koncept të ri dhe profesional në qytetin bregdetar.